Përshëndetje të gjithëve. Ne që shikoni të gjithë këtu jemi të gjithë biznese. Ne kemi ardhur të protestojmë në mënyrë që të mos na prishet biznesi në këtë moment. Kemi shumë pak afat, domethënë për 2-3 ditë hapet sezoni. Tani vjen IKMT-ja dhe thot do prishesh biznesin. Tani nuk e kuptojmë dhe duam një zgjidhje nga kryetarja, nga kryeministri, të paktën nëse ka dalë një projekt, se është folur për projektin shumë kohë më përpara, ndërkohë ne as dim gjë se çfarë projekti është bërë, edhe se çfarë projekti do shqyrtojnë ata. Kështu që ne kemi ardhur për të mësuar një të vërtetë se si duhet veprojmë ne. Ne kemi shumë njerëz që punojnë për ne, janë të gjithë, sot kemi ardhur vetëm si individ, si biznes, nesër do bëhemi më shumë. Kështu që flasin edhe shokët tanë. Për çfarë prishesh flitet? Kur ju ka ardhur kërkesa ju se ky është një aksion që ka nisur që vitin e kaluar? Tani ta vinë me fleta, po asgjë s'është e miratuar. Domethënë neve ose ndoshta po luajnë me nervat tona, kështu që ne akoma nuk kemi një përgjigje konkrete se çfarë janë duke bërë. Se është folur për projekt, ndërkohë që ku janë këto projekte më vëlla? Ku është projekti? Ne s'dim kush e ka këtë projektin, kush e ka nxjerrë këtë projektin. Na e paraqesin projektin, t'japin një afat, tani ne nuk jemi që s'kemi dalë nga Vlora, se po vim kemi bredhur edhe shtetet europiane dhe dim shumë mirë se si shqyrtohen projektet. Projektit jepet një afat valla. Tani fillon sezoni, si do e para punës ne s'kemi punëtor, me çfarë do t'i prishim? Si do t'i prishim ne? Tani janë 3-4 veta që prishin. Sa biznese ke këtu? Këtu janë të paktën 20 biznese. Tani na jep një afat valla. Fillon sezoni për 2-3 ditë. Okej, të mblidhet bashkia të vendosin një që në tetor për shembull, do fillojnë do shqyrtohet projekti. Tani para 2-3, domethënë ne na vin u teket sot vin sot. U teket ikim ne, do ikim nga këtu, do vim nesër. Nëse nuk merr një zgjidhje. Valla thash, ne jemi të gjithë që jemi këtu, jemi vetëm biznese. Secili nga ne ka nga 5-6 familje, për mos thënë më shumë, në punë. Që do të thotë? Ne do t'i mbyllim bizneset, do t'i mbledhim gjithë, edhe do vim këtu edhe ta zgjidhim njëherë mirë. Se s'mund të merremi tani 1-2 edhe hajde tani kemi edhe kohë edhe punët tona në vende të tjera, kështu që nuk merremi dot me këtë punë. Jemi lodhur, jemi mbledhur, kemi bërë takim edhe me kryetaren, kryetaria thotë do bëhet në tetor, pastaj na vin çunat e IKMT-s, shiko se kemi ardhur se kështu. Tani kjo gjë duhet marrë zgjidhje përfundimisht. Edhe ne nuk kemi më kohë që të mblidhemi të diskutojmë një problem të tillë. Kështu që i anshma çfarë bëri edhe pastaj çfarë letre shkruar tani juve? Në vjet na erdhi IKMT-ja për lirimin e hapësirave publike para lokale. Heqjen e xhamave dhe vazave të lulet. Më pas na erdhi një letër tjetër e cila na thoshte që duhet të lirojmë të heqim vetë tëndat. Me synimin që do implementojë një projekt i ri i bërë nga ZHT-ja. E diskutuam me kryetaren këtë procedurë, nuk e kishim projektin gati, pritëm sa të na vinte projekti. Na u tha që ka ardhur një projekt, po nuk është implementuar akoma në teren. Problematika e sotme është lidhet me faktin se kanë ardhur çunat e IKMT-s për të liruar anësorët e lokalet. Ato që pengojnë të themi kalimin nëpër trotuare. Mund të ketë ndonjë problematikë të vogël, por jo të gjithë e bëjnë këtë problem. Ne duam, meqense në datë 8 hapet sezoni turistik në Vlorë, duam që ta shtym këtë procedurë për në tetor ta bëjmë bashkë me implementimin e projektit nëse ka. Pra, sot aksioni që ka nisur sot është nga IKMT, pra nga bashkia. Nga IKMT-ja, po. Dhe ka të bëjë me themi zbatimin ose lirimin e hapësirave publike në anë të pallateve. Nuk ka të bëjë me facadat. Nuk ka të bëjë me facadat. Facadat janë në një projekt, në një moment të dytë në shtator. Dhe ne duam sot një marrëveshje me kryetaren që këtë që duam bëjmë sot ta bëjmë në shtator të tërim bashkë. Kjo është ideja e grumbullimit. Një projekt që është folur që vitin e kaluar. Ju jeni njohur, çfarë ka thënë? U do të thosë një vit që nuk është. Nuk ka ardhur asnjë projekt për moment. Kanë dalë disa ide, po nuk ka ardhur një projekt definitiv ku ne të marrim masat dhe të dimë sa kohë do, sa lek do, sa njerëz do që të implementohet, se dhe ne kemi punëtorë të cilët duam që ti mbajmë në punë.
A i keni parë ju projektin e AZT-s? Jo, nuk e kemi para kohë. Po, si është gjetur dakordësia të themi se do të ketë një unifikim? Nuk ka ardhur asnjë nga AZT-ja që të ulet me ne, na marrë një mendim, të na tregoj një projekt ide të tyre, dhe pastaj të vendosim për një projekt gjithëpërfshirës. Keni pasur një takim para pak ditësh edhe me vetë kryeministrin. Keni folur për këtë? Nuk ishte një diskutim tjetër për turizmin në përgjithësi. Nuk u diskutua këtë çështje. Nuk u diskutua se ju nuk e diskutuat apo se nuk u lejuat ose u tha që jo, nuk u diskutua, si ishte ai momenti. Me kryetaren ndërkohë keni kërkuar të takoni sot. Çfarë u shtën? Po presim që të na vinë kryetaria, se kryetaria nuk është në moment. Okej. Që të thosh që do heqim ansoret duke lënë balloren para. Ansorja është e lidhur me balloren dhe nuk mund të heqësh një këmbë dhe të lësh tjetrën në ajër. Sepse një strukturë nuk bëhet dot të heqësh diçka të lësh diçka tjetër. O do hiqet e gjithë, o nuk hiqet. Kështu që ne nuk kërkojmë të na lënë, sepse në momentin që kanë menduar që do i heqin, po të na lajmë kohën të mbarojmë sezonin, sepse njerëzit mendojnë që janë të lodhur. Janë të lodhur që na buxheti, na puna, na gjitha. Tani që mund të fillojmë punën, të fillojmë me të prishur diçka që nuk shkon. Kështu që i kërkojmë vetëm që na të vazhdojmë këtë punë që ka lënë në tetor, sepse mendojmë që aty mbarojmë dhe sezonin dhe kemi mundësi dhe për këtë punë. Kemi ndonjë gjithë dimrin pa bërë asgjë. Tani vjen momenti që ne mund të fillojmë të punojmë, i bie që të merremi me tënda tani, hoqëm se hoqëm. Kemi dhe shumë punë tjera për të bërë, dhe vjen momenti tani kemi ngel të tënda. Do vemi se heqin, jo nuk e heqin. E kupton, puna është të organizohemi që të nxjerrim sezon të mirë. Nuk është të ngelemi tani, kemi ngel të tënda, kemi një vit. Na tetori mendoj që ta nëse kanë vendosur do bëjnë një plan, do bëjnë një projekt, ta shikojmë, ta bëjmë tetor, edhe ta mbyllim këtë punë. Atëherë arsyeja ose justifikimi që bashkia jep në këtë rast është pa diskutim vlerimi i hapësirave publike. Mirë po, bizneset, të paktën nuk flasim dot në emër të gjithëve, ju keni një kontratë ku paguani SPL. Absolutisht, janë të gjitha me dokumenta dhe të gjitha me leje. Pra ju paguani për këtë hapësirë? Absolutisht. Paguajmë edhe bile, paguajmë të gjithë sa nuk pagohet. Sepse me 6.000 lekë që është metri i katrori, asaj nuk e kemi paguar në për ambiente që kanë qenë me banjo, me gjithë ambiente që ja vlen të tjerë. Sot që flasim, jeni brenda kontratës së SPL-s me taksat apo jashtë? Ne me SPL-n e kemi të paguar, kështu që i bie që do paguajmë për këtë sezon. Sepse vjen sezon i ri dhe nuk jemi kondra që të paguajmë SPL-n sepse kështu mbahet shteti me taksat. Po tani se si do dalin këto lekë në momentin që ti më pengon të bëj atë detyrë që duhet të bëj, nuk e di si mund të dalësh më këtu. Kjo është ide. Ose do futemi të gjithë ose të zbrezi ajo poshtë. Kush është Po më thash i sero. Ne na tha vetëm polici që kanoni nga mbrapa tha eksportojnë. Pola me sekretaren, dhe më tha që sekretarja nuk ndodhet. Ju mund të bëni një kërkesë me shkrim. Në lidhje me problematikat që kemi. E kemi dorëzuar një kërkesë. E kemi dorëzuar? Po, e kemi protokolluar. Ka shkruar protokoll?